Dashi. Dita e sotme sjell energji pozitive dhe mundësi për të rigjallëruar marrëdhëniet personale. Kushtojini vëmendje detajeve të vogla që shpesh mbeten të fshehura në dritën e përditshmërisë. Në fushën profesionale është koha për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë iniciativën në projekte të reja. Mos hezitoni të ndani idetë tuaja me kolegët, pasi ato mund të frymëzojnë ndryshime të rëndësishme. Financat mund të kërkojnë pak kujdes shtesë. Sigurohuni që të analizoni me kujdes çdo shpenzim të madh para se të bëni një vendim. Ndjenjat do të jenë të qëndrueshme dhe do të ndjeheni të qetë duke u shijuar momentet e vogla të lumturisë. Ecni me besim, sepse çdo hap ju afron më shumë me qëllimet tuaja të dëshiruara. Demi. Dita e sotme sjell harmoni dhe qartësi në mendimet e tua. Momente të veçanta me partnerin tënd do të përforcojnë lidhjen tuaj, ndaj shfrytëzoi këto çaste me dashuri. Në vendin e punës, idetë tua të reja do të vlerësohen nga kolegët, prandaj mos hezito të ndash vizionet që ke. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të shmangësh shpenzimet e tepërta. Meditimi ose një shëtitje e qetë do të të ndihmojnë të riletësosh ndjenjat dhe të gjesh paqe të brendshme. Sot, energjitë kozmike të bëjnë më të ndjeshëm ndaj emocioneve të tjerëve, duke të ndihmuar të jesh më i kuptueshëm. Kujdes me shëndetin, një pushim i shkurtër do të bëjë mirë. Kjo është koha për të gërshetuar ëndrat me realitetin dhe për të përparuar drejt synimeve. Binjakët. Dita e sotme të sjell energji të reja dhe mundësi për të reflektuar mbi atë që të bën të lumtur. Në dashuri, komunikimi është thelbësor, prandaj ndaje mendimet me partnerin, duke u treguar i hapur dhe i sinqert. Në punë, një projekt i ri do të kërkojë vëmendje dhe përkushtim. Mos nguro të kërkosh ndihmë nga kolegët. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një kontroll i vogël mbi buxhetin do të ndihmojë të planifikosh më mirë të ardhmen. Mos harro të gjesh kohë për veten. Meditimi ose një shëtitje e qetë në natyrë mund të ndihmojnë të qetësosh mendjen dhe të ruash balancën e brendshme. Shijoje ditën dhe lëri ngjyrat e saj të frymëzojnë. Daforia. Dita e sotme mund të fillojë me një ndjenjë të butë nostalgjie, por është koha për të kthyer të shkuarën në mësime për të tashmen. Në dashuri, është momenti i duhur për të dëgjuar me zemër të hapur partnerin. Kjo mund të sjellë një lidhje më të thellë dhe më të kuptueshme. Në punë, sfidat do të shfaqen si mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Mos u dekurajoni nga pengesat e vogla, por shikoni përtej tyre drejt qëllimeve tuaja. Financat kërkojnë pak vëmendje të shtuar, shpenzoni me kujdes dhe planifikoni për të ardhmen. Ndjenja e brendshme e paqes do të rritet nëse krijoni hapësirë për reflektim dhe meditim. Lërini emocionet të rrjedhin lirshëm si një lumë i qetë. Luani. Sot është dita për të ndalur dhe për të reflektuar mbi arritjet e tua. Në dashuri, është koha e duhur për të treguar ndjenjat që ke mbajtur brenda vetes. Një bisedë e ngrohtë mund të sjellë qartësi dhe afërsi të reja. Në punë, përkushtimi yt i palodhshëm po vlerësohet, prandaj mos u trem nga mundësitë për të marrë më shumë përgjegjësi. Financat qëndrojnë të qëndrueshme, por shmang tendencën për të shpenzuar në mënyrë impulsive. Nëse ndjen ndonjë trazirë të brendshme, një shëtitje në natyrë mund të jetë çelësi për të qetësuar shpirtin. Dëgjo zemrën dhe ndiq intuitën tënde, pasi ajo është fluturrëfyesi më i mirë në këtë periudhë. Kjo është dita për të ushqyer buzëqeshjet dhe për të hapur ndaj dashurisë. Virgjëresha. Rrezet e diellit të këtij mëngjesi do të sjellin energji pozitive, duke të ndihmuar të përballosh sfidat e ditës. Në marrëdhëniet personale, kërko të kuptosh ndjenjat e partnerit dhe ofro mbështetjen emocionale. Në punë, qetësia dhe analiza e detajeve do të jenë armët e tua kryesore. Shmang marrjen e vendimeve impulsive financiare. Është koha të përqendrohesh në kursim dhe menaxhim të mirë. Një mik i vjetër mund të kontaktojë, duke të ofruar një mundësi të papritur që mund të ndryshojë perspektivën tënde. Kujdesu për shëndetin emocional dhe gjej pak kohë për meditim ose lexim. Buzëqeshja jote do të jetë ngjitse sot, duke tërhequr njerëzit e duhur pranë vetes. Ndiq intuitën dhe shijo çdo moment unik. Peshorja. Sot është një ditë e mrekullueshme për të reflektuar mbi harmoninë e brendshme. Në marrëdhëniet personale, përpiqu të gjesh balancën mes dhënies dhe marrjes. Një bisedë e thellë me dikë të afërt mund të sjellë afërsi më të madhe. Në punë, është koha për të zgjeruar horizontet dhe për të mësuar diçka të re. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët, pasi bashkëpunimi do të jetë çelësi i suksesit. Në aspektin financiar, menaxho me kujdes shpenzimet për të shmangur surprizat e pakëndshme. Një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes dhe të sjellë inspirim. Kujto se bukuria që kërkon jashtë është veç një reflektim i qetësisë që gjendet brenda teje. Shijo çdo moment të këtij udhëtimi të përditshëm.
Akrepi. Sot, energjitë rreth jush do të ndihen të fuqishme dhe mbushur me mundësi. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të ndihmojë në afrimin e zemrave, duke sjellë një ndjesi të re afërsie. Në punë, fokusohuni në detajet e vogla, pasi ato do të kenë një ndikim të madh në suksesin tuaj. Është koha e duhur për të vlerësuar investimet tuaja financiare dhe për të bërë plane për të ardhmen. Mbani një qasje praktike, por mos keni frikë të bëni ndonjë hap të guximshëm. Ndjeni ritmin e ndryshimeve sezonale dhe lejojini frymëzimit të freskët të udhëheqë shpirtin tuaj. Kujdesuni për mirëqenien tuaj emocionale duke kaluar kohë në qiellin e hapur ose duke medituar në qetësi. Rrjedha e ngjarjeve do të jetë në favorin tuaj. Shigjetari. Dita e sotme është e mbushur me energji pozitive dhe mundësi për të rritur lidhjet personale. Është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat ndaj personave të dashur. Në punë, zgjidhjet për situatat e komplikuara do të duken më të qarta nëse dëgjon intuitën tënde. Mos u frikso të marrësh vendime të guximshme, ato do të çojnë drejt suksesit. Një ide e freskët mund të sjellë përfitime financiare, ndaj mos e injoro. Kujdes me shpenzimet e vogla, ato mund të grumbullohen më shpejt se ç'e mendon. Sot mund të ndjesh një dëshirë të fortë për aventurë dhe eksplorim. Përdore këtë energji për të planifikuar diçka të veçantë që do të frymëzojë dhe rigjallërojë shpirtin. Britsjapi. Sot yjet ju ftojnë të gjeni ekuilibrin mes punës dhe kohës për veten. Rrugët e zemrës kërkojnë vëmendje, ndaj tregohuni të ndjeshëm ndaj nevojave të partnerit. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndesë shkëndija të reja. Në punë, projektet e lëna pezull kërkojnë fokus dhe përkushtim, mos u friksoni nga detajet. Financat duken stabil, por shmangni shpenzimet impulsive për të siguruar stabilitet afatgjallë. Përqafoni momente qetësie dhe meditime, pasi ato do t'ju japin forcë të re. Ishulli i qetësisë brenda jush do të jetë arma më e fortë sot. Lejojini vetes një pushim të shkurtër për të rikuperuar energjitë. Kujtoni se nganjëherë dhuratat më të mëdha vijnë në formën e kohës së kaluar me të dashurit tuaj. Ujori. Dita do të nisë me një ndjesi të fortë të gjallërisë dhe entuziazmit për të eksploruar horizonte të reja. Në sferën e dashurisë është koha ideale për të shfaqur ndjenjat e tua të thella dhe për të forcuar lidhjet emocionale. Një bisedë intime mund të sjellë më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Në frontin e punës, intuita do të jetë udhërrëfyesja juaj më e mirë, duke të ndihmuar të marrësh vendime të mençura. Financat do të kërkojnë një menaxhim më të kujdesshëm, shmang blerjet impulsive dhe fokusohu te prioritetet. Merr kohë për të reflektuar dhe qetësuar mendjen, ndoshta me një ecje në natyrë. Kujdesi për veten do të sjellë harmoni dhe energji pozitive gjatë gjithë ditës. Peshqit. Ditën e sotme, qielli ka rezervuar për ty një ngjyrosje të lehtë ëmbëlsie që të fton të ëndërrosh më thellë. Në punë, është momenti ideal për të treguar talentet e tua në mënyrë të qetë dhe të vendosur. Mos nguro të ndash mendimet e tua, pasi ato mund të sjellin zgjidhje të papritura. Në dashuri, përpiqu të dëgjosh me zemër të hapur, sepse një bisedë intime mund të forcojë lidhjet emocionale. Për sa i përket financave, sot është dita për të bërë një plan të qëndrueshëm që do të shërbejë në të ardhmen. Kujdesu për shëndetin mendor duke bërë një ecje të qetë ose duke u përfshirë në një aktivitet që të mbush me energji pozitive. Harmonia e brendshme është çelësi i suksesit tënd sot.